Për të guxuar që të bëj video në rrjetet sociale, të nisi një brand, të krijoj imazhin e vet dikush në rrjetet sociale, të reklamoj biznesin apo karrierën e vet apo aftësitë e vet, atë që ofron në rrjetet sociale, nuk duhet jetë dikush me fytyrën dhe me lëkurën perfekte. Nuk duhet jetë dikush që e ka investuar ndërhyrje të shumta të vetja. Nuk duhet jetë dikush që ka trupin perfekt me ideal të mundshëm. Nuk duhet të jetë dikush që vishet me patjetër me firma, me marka. Nuk duhet jetë dikush që ka 100 diploma. Duhet jetë dikush që ka pasionin në zemër për ta bërë atë gjë. Duhet jetë dikush që është i lirë në mendje dhe shpirt dhe thot për këtë që jam tani në këto momente do dal ashtu si jam. Bota e re nuk kërkon njerëz perfekt. Bota e re kërkon njerëz të vërtet, me thinja, me rrudha, të shëndosh, të dobët, ashtu siç e kemi hallin gjithë secili nga ne. Në fund të ditës, çdo njeri jep energjinë jetësore për të marrë diçka në shkëmbim. Kujdes, për çfarë do ta japësh energjinë tënde jetësore? Të largohesh nga zemra, nga misioni yt shpirtëror, apo të marrësh lirinë mbrapa dhe të ecësh në hapat që shpirti yt duhet të eci? Reflekto pak me veten.